Përshëndetje dëgjues të Radios Ngjallja. Në këtë emision do të ndalemi tek një temë që na prek të gjithëve, por njëkohësisht shumë shpirtërore. Kur krahasohemi me të tjerët, si lind zilia brenda nesh, xhelozia dhe si mund ta gjejmë paqen e zemrës. Është një temë që nuk prek vetëm mendjen, por prek drejt për drejt jetën tonë të përditshme. Limanin e Zotit tim, atje ka paqe dhe qetësi, dhe shpresë të vërtet për shpëtim. Atje ka paqe dhe qetësi, dhe shpresë të vërtet. Marrëdhëniet tona dhe mbi të gjitha gjendjen tonë të brendshme. Sepse njeriu nuk vuan sepse nuk ka gjëra, por sepse shikon gjithmonë atë që kanë të tjerët. Në kohën e sotme, kjo bëhet dhe më e fortë. Mjafton të hapim telefonin dhe të përballemi me një botë ku të gjithë duken të lumtur, të suksesshëm, të plotësuar. Shohim foto, arritje, buzëqeshje, udhëtime dhe suksese. Por ajo që nuk shohim janë betejat e brendshme, lodhjet, dhimbjet dhe vështirësitë që secili njeri i kalon në heshtje. Dhe kështu, pa e kuptuar, fillojmë të krahasojmë jetën tonë me jetën e të tjerëve dhe lind një ndjenjë rrezikshme, zilia. Kisha ortodokse na mëson se zilia nuk është thjesht një mendim i rastësishëm, por një gjendje shpirtërore që e largon njeriu nga paqja. Ajo fillon me një mendim të vogël, por nëse ushqehet, ajo rritet dhe kthehet në pakënaqësi, në hidhërim dhe në humbje të gëzimit. Sepse kur njeriu jeton me krahasim, ai nuk arrin kurrë të jetë i qetë. Edhe kur ka shumë gjëra të mira në jetën e tij, ai nuk i sheh më, sepse syt i ka gjithmonë tek jeta e tjetrit. Në thelb, problemi i zilis nuk është se tjetri ka diçka më shumë, por se ne harrojmë të shohim jetën tonë me mirënjohje. Harrojmë të shohim bekimet që kemi marrë dhe fillojmë të mendojmë se lumturia është gjithmonë diku tjetër. Por etrit e kishës na mësojnë se paqja e zemrës nuk vjen nga krahasimi, por nga mirënjohja dhe nga lidhja me Perëndin. Isu Krishti na mëson një mënyrë krejt tjetër jetese. Ai nuk na thërret të matim veten me të tjerët, por të kërkojmë mbretërinë e Perëndisë dhe drejtësinë e tij. Sepse vlera e njeriut nuk qëndron në atë që ka tjetri, por në dashurinë që Perëndia ka për secilin prej nesh. Në sytë e Perëndisë, askush nuk është i pavlerë dhe askush nuk është rastësi. Çdo njeri ka rrugën e tij, dhuntit e tij dhe thirrjen e tij unike. Këtë të vërtet e shohim shumë bukur në jetët e shenjtarëve. Një shembull i ngritur është Shën Joan Gojarti. Ai ishte një nga predikuesit më të mëdhenj të kishës, me një urtësi të jashtëzakonshme dhe një zë të fuqishëm për të vërtetën. Por pikërisht për shkak të së vërtetës që thoshte, ai u përndoq, u akuzua padrejtisht dhe përfundoi në mërgim. Në vend që të mbushej me urrejtje apo zili ndaj atyre që jetonin në luks dhe pushtet, ai zgjodhi të ruante paqen e zemrës dhe të lutej për ata që e kishin lënduar. Kështu ai na mëson se njeriu i Perëndisë nuk e humb dinjitetin e tij kur përballet me padrejtësi, por e ruan atë duke qëndruar i lidhur me Perëndin. Një tjetër shembull është Shën Siluani i Athosit. Ai kaloi vite të tëra me luftë të brendshme shpirtërore dhe me sprova të rënda. Megjithatë, ai arriti në një përfundim shumë të thjeshtë, të mbash mendjen në Perëndi edhe të mos e humbasësh paqen. Ai na mëson se lufta më e madhe nuk është me të tjerët, por me mendimet tona dhe me zemrën tonë. Edhe se paqja vjen kur njeriu nuk jeton më në krahasim, por në besim. Edhe jeta e murgjërve në malin Athos na jep një dëshmi të gjallë të kësaj të vërtete. Atje njerëzit jetojnë me thjeshtësi të madhe, pa garë, pa krahasim dhe pa dëshirë për të qenë mbi të tjerët. Edhe megjithatë, ata shpesh dëshmojnë një paqe të thellë që bota nuk mund ta jap. Kjo na tregon se lumturia e vërtet nuk vjen nga ajo që kemi, por nga mënyra si e jetojmë jetën tonë me Perëndin. Të dashur të rinj, kur njeriu fillon të krahasohet vazhdimisht, ai humbet gëzimin e jetës së tij, nuk arrin të shohë të mirat që ka, por vetëm atë që mungon. Dhe kështu zemra fillon të mbushet me pakënaqësi. Por kur njeriu fillon të falenderojë, kur mëson të shohë jetën e tij me mirënjohje,
atëherë diçka ndryshon brenda tij. Fillon të lind paqja. Prandaj, kisha nafton në një rrugë tjetër, në vend të krahasimit, mirënjohjen, në vend të zilisë, dashurinë, në vend të pakënaqësisë, besimin, sepse Perëndia nuk gabon në jetën askujt. Ai njeh të gjithë dhe ju udhëheq të gjithë, sipas një plani dashurie, edhe kur ne nuk e kuptojmë menjëherë. Në fund, paqja e zemrës nuk është mungesa e problemeve, por prania e Perëndisë në zemrën tonë. Dhe kur zemra mbushet me Perëndin, ajo nuk ka më nevojë të krahasohet me askënd, sepse e gjen identitetin dhe gëzimin e saj tek ai. Prandaj le të mësojmë të mos të shohim jetën e të tjerëve, por edhe jetën tonë. Le të mësojmë të falenderojmë, të lutemi dhe të duam, sepse vetëm kështu zemra shlirohet dhe gjen paqen e vërtetë. Një nga shenjtorët më të dashur të kohërave të fundit në Kishën Ortodokse është Shon Paisi, i cili shpesh priste shumë të rinj që vinin tek ai me pyetje dhe shqetësime për jetën e tyre shpirtërore. Njëherë, disa të rinj shkuan tek ai dhe i hapën zemrën e tyre. Ata i thanë se ndiheshin të trishtuar, të pasigurt dhe të pakënaqur me jetën që kishin. Njëri prej tyre tha: "Atë Pais, ne shikojmë të tjerët dhe mendojmë se ata janë më të lumtur se ne. Ata kanë më shumë mundësi, më shumë gëzim dhe më shumë sukses. Ne ndihemi sikur jeta jonë nuk ka vlerë." Shon Paisi i dëgjoi me shumë qetësi pa e ndërprer. Pastaj u ngrit dhe i ftoi të dilin jashtë. Ai çoi në një vend ku kishte shumë pemë dhe një natyrë të qetë. Aty, duke treguar pemët përreth, ai u tha: "Shikoni me kujdes dhe më thoni çfarë vini re." Të rinjt filluan të shikonin. Njëri tha: "Kjo pemë është shumë e gjatë." Tjetri tha: "Kjo është shumë e shtrembër." Një tjetër vuri re: "Kjo pemë nuk është si të tjerat, duket më e vogël." Atëherë, Shon Paisi buzëqeshi dhe u tha: "E shihni? Nëse do të kishin qenë të gjitha pemët njësoj, kjo natyrë do të ishte e mërzitshme dhe pa jetë. Por Perëndia i ka bërë të ndryshme, secilën me bukurinë e saj." Pastaj ai shtoi diçka shumë të rëndësishme: "Po kështu është edhe njeriu. Çdo njeri ka rrugën e tij, dhuntitë e tij dhe kohën e tij. Problemi fillon kur ne shikojmë vetëm pemën e tjetrit dhe harrojmë pemën tonë." Në atë moment, të rinjt filluan të kuptonin se problemi nuk ishte jeta e tyre, por mënyra si e shikonin jetën. Shon Paisi nuk u tha se nuk do të kishte vështirësi në jetë, por u mësoi diçka të thellë: se paqja nuk vjen nga të qenit si të tjerët, por nga pranimi i jetës që Perëndia i ka dhënë secilit. Kjo varke mjere shpirtit tim, e ture vrare dërmuar, drejt limanit të përshpëtim, e ture vrare dërmuar, drejt limanit të përshpëtim. Të dashur dëgjues dhe veçanërisht ju të rinj që na ndiqni sot. Në fund të këtij reflektimi, le të ndalemi për një moment dhe të shohim brenda vetes. Sa herë kemi humbur gëzimin ton vetëm sepse kemi parë jetën e dikujt tjetër. Sa herë kemi menduar se nuk jemi mjaftueshëm, vetëm sepse dikush tjetër duket më i suksesshëm, më i bukur apo më i lumtur. Por sot mësuam diçka të rëndësishme. Krahasimi nuk na ofron me paqen, por na largon prej saj. Zilia nuk na ngre lart, por na rëndon zemrën. Dhe një zemër që jeton në krahasim nuk arrin kur të pushoj. Perëndia nuk na ka krijuar për të qenë kopje të njëri tjetrit. Ai na ka krijuar secilin ndryshe, me dhurata të veçanta, me një rrugë të veçantë dhe me një thirrje unike. Dhe pikërisht, kjo e bën jetën të bukur. Nëse do të shohim me sytë e shenjtorëve, do të kuptojmë se lumturia nuk është të kemi gjithçka që kanë të tjerët, por të jemi në paqe me atë që Perëndia na ka dhënë. Sepse njeriu që ka Perëndinë në zemër, nuk ndihet më i mangët, nuk ndihet më i vonuar dhe nuk ndihet më i pavlerë. Shon Paisi gjithashtu na mëson se kur e shohim jetën tonë me mirënjohje dhe jo me krahasim, atëherë zemra fillon të qetësohet. Dhe kur zemra qetësohet, ajo fillon të shohë qartë bekimet që Perëndia ka vendosur në jetën tonë. Prandaj sot, le të largohemi nga krahasimi edhe të afrohemi te mirënjohja.
Le të mos pyesim veten, pse tjetri ka më shumë, por të pyesim, çfarë të mire më ka dhënë Perëndia mua sot. Sepse në fund, paqja e vërtet nuk vjen kur kemi më shumë se të tjerët, por kur zemra jon është e mbushur me Perëndin. Edhe një zemër e tillë nuk ka më nevojë të krahasohet me askënd. Të dashur dëgjues, nëse ndalemi pak, kuptojmë se krahasimi me të tjerët nuk është thjesht një mendim i rastësishëm. Ai bëhet një mënyrë të menduarit, një mënyrë të jetuarit, dhe ngadalë fillon të ndikojë në gjithë jetën tonë të brendshme. Kur njeriu fillon të krahasohet vazhdimisht, ai nuk e sheh më veten si dhuratë të Perëndisë, por si një projekt që nuk ka dalë mirë. Dhe kjo është shumë e rrezikshme, sepse ndryshon mënyrën si e shikon vetveten. Nuk e sheh më jetën e tij me mirënjohje, por me mungesë. Nuk sheh më atë që ka, por vetëm atë që i mungon. Në fillim, duket diçka e vogël, një krahasim për pamjen, për suksesin, për familjen, për jetën e dikujt tjetër. Por më pas kjo ndjenjë rritet dhe fillon të prek zemrën. Njeriu fillon të humbas gëzimin e gjërave të thjeshta. Nuk gëzohet më për arritjet e veta, sepse gjithmonë ekziston dikush më mirë. Dhe kështu, pa e kuptuar, zemra fillon të lodhet. Etrit e kishës son thonë se një nga mashtrimet më të mëdha shpirtërore është kur njeriu harron rrugën e tij dhe fillon të jetojë jetën e tjetrit në mendjen e vet. Sepse Perëndia nuk na ka thirrur të jetojmë historinë e dikujt tjetër, por historinë tonë. Isu Krishti na mëson një të vërtet shumë të rëndësishme, se secili prej nesh është i njohur dhe i dashur nga Perëndia në mënyrë personale. Nuk jemi numra, nuk jemi kopje, nuk jemi rastësi. Jemi persona me vlerë të pakrahasueshme. Nëse e kuptojmë këtë, atëherë ndryshon edhe mënyra si e shohim jetën. Sepse nuk kemi më nevojë të jemi si të tjerët për të qenë të vlefshëm. Nuk kemi më nevojë të garojmë për të ndjerë se kemi vlerë. Vlera jon nuk vjen nga krahasimi, por nga dashuria e Perëndisë. Ola, shpesh problemi nuk është se të tjerët kanë më shumë, nuk është mungesa e gjërave, por mungesa e falënderimit. Dhe kur mungon falënderimi, zemra fillon të bëhet e pakënaqur edhe kur ka shumë. Një zemër që krahason është një zemër që nuk gjen qetësi, sepse krahasimi nuk ka fund. Gjithmonë do të ketë dikush më lart, më i suksesshëm, më i bukur, më i pasur. Por mirënjohja ka fund vetëm në Perëndin, dhe aty fillon paqja. Prandaj, nëse duam të shërojmë brenda vetes këtë plag, nuk mjafton vetëm të përpiqemi të mos të krahasohemi, por të mësojmë të shohim ndryshe. Të shohim jetën tonë si një dhuratë, të shohim çdo ditë si një mundësi, dhe të shohim çdo njeri tjetër jo si rival, por si vëlla dhe motër. Sepse në fund të fundit, Perëndia nuk na thret në garë me njëri tjetrin, por në dashuri me njëri tjetrin. Dalgët e jetës ime, të gjeta ty, o Zoti im i braktisur i haruar. Të nderuar dëgjues të Radios Ngjallja, ju falenderojmë që ishit sot me ne. Mirë dëgjofshim në emisionin e radhës. Si një varkë pa drejti. Të dashur të rinj, ju ftojmë të merrni pjesë në aktivitetet tona javore, të cilat zhvillohen pranë Katedrales Ortodokse Ngjallja e Krishtit. Ditën e hënë, ora 18, organizohet studimi biblik, me qëllim thellimin e njohjes mbi shkrimin e shenjtë dhe forcimin e jetës shpirtërore. Ditën e njëjtë, ora 18, zhvillohen takime me tema shpirtërore, me pjesëmarrjen e të ftuarve të ndryshëm, të cilët trajtojnë çështje të rëndësishme për jetën dhe formimin e të rinjve. Ditën e diel, pas përfundimit të liturgjisë hynore, organizohet takimi të rinjve tek salla e rinisë, ku zhvillohen biseda dhe aktivitete shpirtërore dhe sociale. Pjesëmarrja është e hapur për të gjithë të rinjt. Jeni të mirëpritur. Atje ka paqe dhe
qetësit, me shpresë të vërtet për shpëtim. Atje ka paqen dhe qetësit, me shpresë të vërtet për shpëtim.